Selamu alaikum. Ky mësim ka të bëjë me tëzhdidin. Ç'është tëzhdidi? Tëzhdidi ose sheddeja është një shenjë e vogël e cila shfaqet mbi shkronja. Ai e dyfishon shkronjën mbi të cilën gjendet, gjithsesi tregon se aty janë dy shkronja të njëjta, e para me sukun, kurse e dyta me ndonjërin nga tri zanoret. Fetha, dhamme ose kesra. Tu kemi një shembull, kemi shembullin thumme. Po e vrejmë shkronjën mim që është me tëzhdid, pra po përforcojmë shkronjën mim. Shkronja mim këtu është sikur po të vinte me dy mima, pra këtu e para me sukun, ndërsa e dyta me ndonjërin nga tri zanoret, sikur se këtu, pra thumme. Por në arabisht nuk shkruhet në këtë mënyrë, por sa herë që vinë dy shkronja të njëjta, njëra pas tjetrës, e para me sukun, ndërsa e dyta me ndonjërin nga tri zanoret, atëherë e shkruajmë me tëzhdid, pra sikur se këtu, thumme. Njëjtë kemi shembullin inne, pra është sikur të shkruaj këtë formë këtu. Të fillojmë të lexojmë shembujt që ta kuptojmë më lehtë. Tu i kemi disa shembuj, messe, po e vëreni si po përforcojmë shkronjën sin, pra shkronja sin është me tëzhdid. Nezzele, gjennetun, alleme, nujessiru, dhe shembulli i fundit këtu është belligh. Ti lexojmë tash së bashku edhe shembujt e tjerë. Shembulli i parë këtu është saddaqa, kadhaba, burriza. Pra për vreni kur shkronja r vjen me tëzhdid, bëhet sikurse r, sikurse në gjuhën shqipe. Pra burriza. Fahaqqa, yahuddu, quwwatin, zuwijat, fujjirat, tattali'u, millata. Pra shkronja lam kur vjen me tëzhdid nuk bëhet l sikurse në shqip, përveç se te fjala Allah në disa raste bëhet l, këtë do ta mësojmë më vonë. Qatta'na, dhe e fundit është yadhakkaru. Pra kemi dy tëzhdida, tëzhdidi i parë të shkronja dhal, dërsa tëzhdidi i dytë të shkronja kaf, pra e lexojmë kështu, yadhakkaru. Kas për këtë mësim, Allah ju ruajt, selamu alaikum. Ky kurs është i bazuar në librin Abetaria Kuranore, cilin mund ta gjeni falas në shumë librari islame ose ta shkarkoni si PDF në linkun e mëposhtëm.